Përshëndetje të dashur nxënës. Vazhdojmë përsëri me mësimin në distancë për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e quajtur COVID-19 ose virusi korona. Jemi të detyruar të qëndrojmë në shtëpi të mbrojmë shëndetin tonë. Unë për ju, nga lënda matematikës, për nxënësit e klasës 8, kam përgatitur nga lënda matematikës një mësim mësimore, siprina dhe perimetri i rrethit. Mësimin e keni në librin faqen 279 dhe 280. Së pari, të përkujtohemi çfarë është rrethi. Rrethi është bashkësia e të gjitha pikave, të cilat janë një lloj të larguara për një pikë të dhënë të rrafshit, të cilën pikë e shënojmë me O dhe është qendra e rrethit. Çfarë janë qëllimet e kësaj njësie mësimore? Qëllimet e kësaj njësie mësimore janë që ju të dini definicionin për rrethin, pra atë që tha se rrethi është bashkësia e gjitha pikave të rrafshit, të cilat janë një lloj të larguara për një pikë të dhënë të rrafshit. Të emëroni pjesët e tij, do të thonë të dini rrezën, të dini diametrin, të dini qendrën e tij, të dini të shfrytëzoni formulat për njësimin e perimetrit dhe siprinës së rrethit, të aftësoni të shfrytëzoni ato formula në jetën e përditshme. Pra, së pari të përkujtohemi çka dim për rrethin. Pra, rrethi, siç tham më lart, është një bashkësi pikash, të cilat janë një lloj të larguara për një pikë të dhënë të rrafshit. Ka diametër, që është diametri në këtë rast është segmenti BC, që është i barabartë me 2 rreze. Rreza e rrethit, që kemi segmentin OA, ose OB, ose OC. Pastaj, si njësohet perimetri, kemi formulën P barazi 2 rreze pi. Si njësohet siprina, që është formula S barazi rreze në katror pi. Pia është numër i pafundshëm, jo periodik, mirëpo merret parafërsisht se është 3/14 kur zëvendësojmë në detyra. Më thënë, pia paraqet raportin mes perimetrit dhe diametrit të rrethit. Të shohim një shembull. Të njësojmë, thot, perimetrin dhe siprinën e rrethit, nëse është dhënë rrezja në A rrezja 10 cm dhe në B diametri 22 cm. Të caktojmë të përgjigjemi shembullit në A. Pra, të njësojmë perimetrin e rrethit kur është dhënë rrezja e tij 10 cm. Pra, formulën e kemi P barazi 2 rreze pi, me zavendësimin e rrezës kemi 2 rreth 10, pastaj zavendësojmë pi-in, që thot 20 herë 3/14, dhe fitojmë rezultatin 62/8 cm. Tani të njësojmë siprinën. Siprina është rreza në katror pi, që me zavendësimin e rrezës që kemi në rastin në A rrezja 10 cm, kemi 10 në katror herë pi, 10 në katror e dim se është 10 herë 10 100, pastaj zavendësojmë pi-in me 3/14 dhe shëmzojmë 100 me 3/14, fitojmë siprina është 314 cm2. Falni. Tani të përgjigjemi shembullit në B kur është dhënë diametri 22 cm. E dim se diametri ishte i barabartë me 2 rreze, që në këtë rast, nëse diametri është 22 cm, atëherë rrezja është 11 cm. Me zavendësimin e rrezës në formulë do të kemi 2/11, që bën 22 pi, zavendësojmë pi-in 3/14 dhe fitojmë perimetri
69/08. Tani, ti përgjigjemi të gjejmë siprinë. Siprina ishte formula së barazi rrezën 4 orë, zaventësojmë 11 në 4 orë, here pi, 11 në 4 orë është 121, zaventësojmë edhe pin, shëmzojmë 121 here 3/14, fitojmë siprinën 379/13 cm në 4 orë. Me këtë shembull, shpresoj se sot pak e kam ndihmuar që ju të vazhdoni më të qe me detyrat e shtëpisë. Në faqen 280 keni detyrat 1, 2, 3, 4 dhe 5. Janë edhe detyrat 6 dhe 7, mirë po mundoni ju vetëm të detyra, ti punoni, duke përdor fletoren përpara, veglat dhe vazhdoni me punën e detyrave, mbas kërkesave që kërkojnë. Në qoftë se dëshironi të keni njohuri më të mëdha për rrethin, siprinën dhe perimetrin e tij, mund të vizitoni faqen Math is Fun te pjesa gjeometri, do të gjeni circle, do të thonë rrethin, dhe do të shikoni disa shembuj se si janë të zgjidhura perimetri dhe siprina e rrethit. Ju falenderit për vëmendje, ju dëshiroj sukses në punën tuaj, qëndroni në shtëpi, ruani shëndetin tuaj, shëndetin e familjes dhe shokëve tuaj.